A është zhvillimi motorik i bebes suaj një udhëtim i mahnitshëm plot zbulime? Zhvillimi motorik është mënyra se si bebet mësojnë të kontrollojnë lëvizjet e tyre. Rreth muajit të 4, bebet mbajnë kokën lart duke treguar kontroll të muskujve. Më pas, rreth muajit të 6, ata ulen me mbështetje dhe rrogullisen lehtësisht. Rreth muajit të 9, shumë foshnja zvarriten ose ngrihen në këmbë. Deri në muajin e 12, shumë bebe bëjnë hapat e tyre të parë. Ndihmojeni beben tuaj duke i dhënë kohë të mjaftueshme në bark çdo ditë. Lëreni të eksplorojë lirshën me një hapësirë të sigurt, duke lëviz me lodra. Mos e kufizoni beben në karrosë në mënyrë që ajo të ketë mundësi të lëvizë. Mbani mend, çdo bebe zhvillohet me ritmin e saj unik. Festoni çdo arritje të vogël në udhëtimin e tyre.